Miqe Mikesha, mirë se rikthehen në takimin tonë të Olti Curri në YouTube. E dini vetë ju. Për çfarë do flasim? Do flasim që të martën do caktohet data e finale së Big Brother VIP Albania 5, por ajo dihet tashmë apo nuk e kemi thënë. Okej, do të them pas pak. Dhe nga ana tjetër do të caktohet dhe numri i finalistëve, do jenë 4 apo 5. Edhe këtë e kemi thënë apo s'u e kemi thënë? Do të themi pas pak. Dhe kush do jenë 5 finalistët? Edhe këtë e dim, e kemi thënë? A, nuk e kam thënë. Do e them pas pak. Mirë, për këtë do flasim, sepse duke qenë se nesër është ndeshja mes Kosovës dhe Turqisë, do të shtyhet prajmi për të mërkurën dhe do të ketë disa informacione sa i përket finales, por ne nuk presim dot, kështu që para ndeshjes dhe para prajmit le të themi ato që kemi dëgjuar. Mirë se vini në takim modest me një sigël modeste, faleminderit gjithë ju që vini te Olti Curri TV në YouTube. Okej? Okej, si çdo reality show, sidomos kur është VIP që respektohet, ne mezi presim ditën e çeljes, por njëkohësisht publiku është shumë kureshtar për ditën e finale, sepse secili prej tyre në mos ka pasur një Benjamin apo një personazh të dashur në hyrje nga emrat e anoncuar para se të niste Big Brother VIP 5, është dashuruar rrugës me një personazh, edhe qofse nuk ka qenë VIP, ai është bërë VIP në syt e shumë njerëzve, të cilët më parë i njihnin fare pak ose as pak. Mes tyre në këtë vit, emra të cilët ne nuk i njihnin pothuajse fare, ka qenë Brikena, ka qenë Rogerti, ka qenë Juela, ka qenë Mateo, por megjithatë, ato sot janë Mateo çik më shumë se tjerë, se ka qenë përputhen, por sot ato kanë një publik që i njeh më shumë se sa ditën e parë kur hyn në Big Brother. Mirë, u anoncua se do të jetë ndeshja të martën pra nesër midis Kosovës, kombëtarës Kosovës dhe Turqisë, kështu që prajmi është shtyr sepse gjithë vëmendja do jetë në 20:45 tek ndeshja e vëllezërve tanë që të cilëve i urojmë me gjithë zemër, i urojmë fitoren, kështu që shpresojmë që kosovarët të sjellin një fitore, shqiptarët e Kosovës të sjellin një fitore, sepse fitojnë ata, fitojmë edhe ne, me patjetër. Kështu që shtyhet prajmi. Prajmi anoncoi kur do të jetë finalja e Big Brother VIP Albania 5. Finalja deri tani, vetëm nëse nuk ndodh që shtyn nga inati im, është saktuar në datën 18 prill, kështu që më 18 prill do të jetë një super spektakël, do të jetë një organizim siç organizohet gjithmonë finalja e Bigut, herë me ashensor, herë me hypje lart, herë me fishek zjarre, herë me shumë publik, herë me këngëtar shumë të famshëm. Kam përshtypjen se do të jetë diçka shumë e madhe që do të anoncoj fituesin apo fituesin e këtij viti, kështu që në datën 18 prill, që e bie të jetë fundjavë, do të jetë një finale e Big Brother VIP Albania 5 dhe për këtë spektakël të madh, i cili zgjati deri në datë 18 prill, të gjithë kanë bërë edhe pyetje të tjera. Sa do të jenë finalistët? Duket sikur vjet u bë ajo finalja me 4 persona, javën e fundit që ndruan në shtëpi 4 persona, dhe duk sikur ja bën Gerda Gixharit Kastile, edhe sepse po flitet shumë që këtë vit do të ketë 5 finalistë. Edhe do thot Gerda Gixhari, po pse vetëm vjet e ndryshuat dhe bët me 4 që isha unë, pse se bët me 5. Por si vjet, në 2026 flitet që finalja do të ketë 5 personazhe. Do të ketë 5 personazhe dhe do të jetë shumë mirë me 5 personazhe, sepse java e fundit është një javë shumë emocionuese. Dinamikat pothuajse kanë rënë fare, sado që do të ketë ndërhyrje, janë ato intervistat që bëhen gjithmonë nga Jonida dhe Elona nga Top Albania Radio që hyn brenda shtëpisë her pas here mund të ketë një surprizë, po prap bie ritmi i spektaklit të ditor, sepse janë shumë të emocionuar dhe nuk i çelet goja dhe thjesht janë të izoluar, duan qetësi dhe me të drejtë, se ka qenë një lojë shumë e gjatë dhe nuk ka shumë ritëm. Po të jenë 5, dinamikat janë pak më ndryshe, duket sikur 5 ka më shumë zhurmë se sa 4, të paktën është një më shumë që mund të krijojë një dinamik tjetër. Por kush mund të jetë në finale? Bëri parashikimet. Duhet thënë patjetër që nga fanbase-i që i ndjek në rrjetet sociale, shohim që Selina ka një fanbase të konsoliduar, është rritur në Instagram dhe mendoj se Selina do të jetë patjetër në finale. Miri, sepse gjithçka historia e Selinës nisi mbas krevatit të famshëm, mbas provokimit famshëm publik
që u bë shqiptarëve duke vënë një person i panjohur me një tjetër, mashkull femër, 46 vjeç njëri, 23 vjeç tjetra, historinë e dini, mos ta përsërisim më shumë, që u bën 2. Por kush do të jenë të tjerët? Do të thoni ju me patjetër Rogerti, sepse është i zhurmues, i e keqe domosdoshme këtij edicioni, i cili me thënë të drejtën personalisht mendoj se e ka tepruar me lojën e tij, duke arritur tek morali, duke arritur tek familja, duke sulmuar mirë Selinën, po edhe Stenaldën, për atë aftësinë ndryshe të Stenaldos, kështu që ka shkuar tek babai, malet e shumë gjëra tjera. Megjithatë, edhe me këtë mënyrë agresive TikToku, do thoja unë që ka përdorur, ai ka krijuar fanbase-in e tij. Dhe duhet thënë se Rogerti e pretendon finalen me zë të lartë, madje ai ka filluar të mendojë se cilën do të ketë me vete dhe cilën jo. Por një tjetër personazh që hyri, megjithëse i famshëm paksa nga përputhen, por me strategji të qartë. Ai u mor me një person aty brenda, duke dedikuar një histori, simpatie, mos themi dashurie, po edhe dashurie brikena. Dhe ky është Mateo. Unë mendoj se edhe Mateo, po lufton shumë dhe ka një fanbase, ka ndjekës dhe admirues, të cilët kanë përshtypjen se me mesazhe do e çojnë në finale. Pra, i bëj një rezume 4 deri tani. Miri, Selin, Rogerti, Mateo. Është edhe një vend tjetër, gjithmonë për vendin e 5, edhe pse është një vajzë që është quajtur vajza që ka qëndruar më shumë shtrirë se sa në këmbë në Big Brother, përsëri ajo bëri emrin e saj, famën e saj, ndjekësin e saj. Dhe është Brikena. Por vendi që zë Brikena në finale është i sulmuar edhe nga Juela. Të paktën sipas grupit Mirit, Juelës edhe Rogertit, kanë dashur shumë që vendi Brikenës të jetë Juelës në këtë finale. Por me dinamikat e fundit, duket se edhe grupi ka ndryshuar mendje. Të shohim deri në fund, sepse edhe me Dismirit dhe Rogertit mund të kemi një luftë. Por grupi tyre e shoh që Juela ka gjunjë të dobët për të përballuar golin e finales. Do thoni ju, çfarë ndodhi? Po Brikena ka kaq të sigurt? Mendoni pak. Po në qofse, loja e Edisës, një vajze që ka hyrë shumë vonë aty, por sa hyri brenda sulmoi Brikenën, t'jetë bërë me një logjik afatgjatë, dhe fanbase që ka krijuar të luftoj egërsisht, mos u çudisni në qoftë se vendi Brikenës, ju gjithë mendoni se do luhatej në finale nga Juela, vendi i Brikenës do luhatej nga sulmi i Juelës, por Juelën mund ta parakaloj Edisa. Mendojeni pak një gjë të tillë. E imagjinoni, si imagjinoni më shumë finalen? Miri, Selina, Rogerti, Mateo, Brikena? Apo Miri, Selina, Rogerti, Mateo, Edisa? Mendojeni pak, sepse lufta është shumë e fortë. Duke sigur 4 vende janë të sigurta në tribunën VIP. Po vendi 5, a do luhet mes Brikenës, Juelës dhe Edisës? Kjo mbetet për tu parë.